Njomza, vajza e madhe e Shyhretës, sot feston ditëlindjen. Vajza e madhe e këngëtares Shyhrete Behluli, Njomza, sot feston ditëlindjen. Ajo është një nga grimirët me të njohura në kryeqytet, ku shumë figura publike i besojnë në ditët me të veçanta të tyre. Sot, ajo po feston ditëlindjen dhe duket si një vajzë e re. Kujtojmë se ajo është nën e 2 vajzave dhe një djali. Edhe pse vitet kalojnë, grimirja është në top form, ku shkelcen në çdo paraqitje publike. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.